Po cilat janë vetit shëndetësore? Çfarë efektesh jep kjo bimë në organizëm? Së pari, në rastet e pezmatimit të stomakut, të mëlçisë, të zorve, në rastet e një depresioni të thellë ose dhe të moderuar, në rastet e depresionit në menopauzë, gjatë luhatjes së humorit, në momente të një ankthi, stresi, ndërprerjes së papritur të gjendjes së qetësisë, në plagët e ndryshme të krijuara mbi lëkurë, në eritemat e ndryshme që krijohen gjatë shfaqjes së psoriazit, strijave, rrudhave në lëkurë e të tjera. Po cilat do të jenë mënyrat farmaceutike të marrjes së këtij produkti kaq të çmuar për organizmin tonë? Së pari, përgatisim një infuzion, një çaj me 200 ml ujë, ku marrim afërsisht ujë të valuar dhe në të hedhim afërsisht një lugë gjelle me bimën. Mirë është që të përdoren lulesat e bimës, qoftë të njoma, qoftë edhe të thara, por nuk përjashtohen që edhe gjethet i kanë këto veti të çmuara. Por tek lulet kemi më shumë beta-karoten, atë vitaminën, provitaminën A që unë e përmenda, kemi edhe mikroelementet e tjerë. Pra, gjatë përvëlimit të kësaj bime, do të vëmë re që to mikroelement pak e nga pak do fillojnë të na kalojnë tek çaji. Lihet afërsisht 15 minuta. Me çfarë mund të parapëlqehet që të përdoret kjo bimë? Sidomos kur është për qetësimin e sistemit nervor. Mund të shtojmë në të lule bliri, mund të shtojmë në të barin e bletës, ndërsa kur duam që të përmirësojmë ose të fuqizojmë efektin e çajit për përmirësimin e funksioneve të mëlçisë, atëherë mund të veprojmë në këtë mënyrë. Marrim afërsisht 0.5 litra ujë, hedhim një dorë me lulet e basanit, shtojmë në të një dorë me bar blete, shtojmë në të edhe një lugë gjelle me mendër të butë. Atëherë, do të vëmë re që çaji do të jetë i mrekullueshëm, me një aromë shumë të këndshme dhe do të fillojë sa në drejtim të tretjes, sa në drejtim të prodhimit të asaj bilës aq të domosdoshme për sistemin e tretjes, po kështu edhe për largimin e gazrave nga zorët. Pra, një sistem i tretjes i qetë do të më japi patjetër mikroelement shumë të shëndetshëm për të qetësuar edhe sistemin nervor. E pse mos ta bëjmë neve këtë gjë, duke marrë 2 gota çaj në ditë nga këto bimë, dhe këto do të jenë të mrekullueshme.